Zonja dhe zotëri, vëllezër dhe motra shqiptar, mirëdita. Shqipëria në pasqyrën e Hungarisë, 2 Orban në Tiranë dhe fundi i iluzionit politik shqiptar. Sot jemi më datë 13 prill 2026 dhe do të flasim pak për realitetin e zgjedhjeve në Hungari. Do të shohim Hungarinë dhe iluzionet që po luhen në Tiranë nga regjia e vjetër politike. Një palë po thotë që Orbani humbi zgjedhjet sepse kishte opozit. Një palë në Shqipëri po thot se Rama nuk rrëzohet sepse në opozit është Berisha, ndërsa berishistët po thonë Berisha nuk e rrëzon Ramën sepse është bashkë me Ramën. Berisha nuk e rrëzon dot Ramën sepse Rama nuk është si Orbani, por është një diktator i cili nuk e lejon Berishën që të fitojë zgjedhjet. Tashmë unë do t'ju bëj një analizë të hollë të këtyre dy narrativave dhe të pasqyrës shqiptare në ndritën e zhvillimeve në Hungari. Të shohim të vërtetën në sy ashtu siç është. Vëllezër dhe motra shqiptar, jeni të sigurt për një gjë, po ju gënjejnë dhe po ju mashtrojnë sërish. Mos u gëzoni për Hungari. Viktor Orban nuk ra sepse Europa u zgjua, apo sepse hungarezët u gdhin pa pritur më demokratë se shqiptarët. Orbani ra sepse sistemi atje kishte një çarje të madhe në mur. Këtu në Shqipëri, muri është prej betonit të diktaturës dhe rojet e murit janë Edi Rama dhe Sali Berisha. Më dëgjoni me kujdes, do t'ju shpreh pa urrëtie, pa xhelozi, me qetësi dhe me fakte, me prova, që të gjithë ju që nuk e kuptoni të vërtetën e këtij realiteti, të paktën të reflektoni. Ata që nuk duan ndryshojnë se janë tifozë dhe i përkasin dhe i kanë lindur zarë dhe do t'jenë zarë dhe do vdesin zarë, ata ne nuk i ndryshojmë dot. Ka 2 arkitektë në Shqipëri që e mbajnë murin të betonuar, janë Edi Rama dhe Sali Berisha. Ata miq të dashur nuk janë armiq. Ata janë 2 anët e të njëjtës monedhë të vjetër të Partisë Punës Shqipërisë, e cila e ka marrë legitimitetin 80 vite përpara, Amugosha dhe Popoviqi. Ndërsa ju prisni që një Peter Magyar, shqiptar, të zbres nga qielli dhe të shliroj shqiptarët nga diktatura bipolare 33 vjeçare, ju harroni një detaj shumë të rëndësishëm. Në Shqipëri, miq të dashur, kushdo që do të provoj të dalë jashtë sistemit Rama Berisha nuk rritet dhe ka 0 mundësi të rritet. Ai asgjësohet në mënyrën më urgjente nga Rama, Berisha dhe zarët e tyre të shpërndarë nëpër rrjetet sociale dhe nëpër mediat e oligarkëve të Tiranës në prime time dhe gjatë gjithë ditës. Njëra palë e zarëve dhe të ushtarëve të Ramës dhe të Berishës janë ushtarë për jetë a vdekje, sepse do të paguajnë kredit e shtëpive dhe janë zarët e tyre i mbajnë me kocka në fund muaj, me kocka në forma të rrogave të gazetarëve, gjysma t'ja japin cash, gjysma t'ja japin me bankë që të paguajnë kredit, dhe pjesa tjetër e zarëve janë zarët e fshehur dhe të akumuluar. Ata të cilët bëjnë sikur janë parimor, por në thelb mbrojnë ekzistencën dhe ruajnë status quo Rama Berisha me stilin e relativizimit. Pra, shiko se nuk janë edhe aq të këqij, shiko se nuk është ky problemi, duhet ta shohim pak më thellë, duhet ta shohim pak me kujdes. Ky nivel zbutje ka qëllim të mos jetë zar i drejt për drejt, por zar i cili manipulon tufën dhe masën që nuk kupton. Çdo kush në Shqipëri që del nga sistemi Rama Berisha, ai do të asgjësohet. Do të blihet ose do të dëbohet nga Shqipëria. Sot do ju tregoj se pse Shqipëria nuk është Hungari dhe pse këtu viktorët tanë të Tiranës kanë vendosur të na varrosin të gjithëve përpara se të dorëzojnë çelësat e qelisë. Sot, vëllezër dhe motra shqiptar, kam dëshirë
një minutazh të shkurtër, të gris maskën e stabilitetit që ju ashesin ndërkombëtarët dhe të shohim të gjithë bashk se si ky teatër kukullash 34 vjeçar, i financuar nga parat e zeza të oligarkisë shqiptarëve dhe nga kartelet e kokainës, të cilët i kanë rritur aktivitetet e tyre të trafiqeve në ndritën, kujdesin, monitorimin, mbulimin dhe mbrojtjen e kësaj klase politike hajdute 34 vjeçar. Tani të shkojmë pak tek origjina e mallkimit ton dhe laboratori i Partisë Punës Shqipërisë. Kthehemi pas në kohë, në errësirën e laboratorit të PPSH-s ku u krijuan këta monstra politike. Mëngjesi 20 shkurtit 91, statuja e Enver Hoxhës bie, por bijt ishin aty duke mbajtur shënime. Sali Berisha, mjeku i bllokut, nuk erdhi nga liria, por erdhi nga korridoret e lagështa të Partisë Punës Shqipërisë. Dhe më pas tha, kemi të gjithë të drejtë të reflektojmë sepse ashtu ishte koha. Ne nuk mund të dilnim kundër kohës. Ashtu ishin rrethanat dhe unë nga komunist u bëra demokrat. Të gjithë kanë të drejtë të ndryshojnë, për sa kohë nuk u ka dalë shpirti nga fyti. Të gjithë kanë të drejtë të reflektojnë. Por a e lejuan këta që reflektuan dhe nga komunist u bën demokrat në mëngjeset e ftohta të 90-s, 91-shit, 92-shit, atëherë kur Ramiz Alia po strukturonte arkitekturën e re me ndihmën e ish sigurimit shtetit për të përgatitur klasën e re politike 34 vjeçare. Le ta krahasojmë pak historinë miq me Budapestin, ku e gjithë Shqipëria i ka syt sot dhe ku zarët e Ramës dhe të Berishës janë turur në për rrjetet sociale të manipulojnë edhe atë pjesë të mirë të shqiptarëve që kanë mbetur këtu dhe po lufton me gjak që të mos arratiset nga Shqipëria dhe ta shpopulloj vendin, një pjesë sepse nuk ka ku të shkojë, një pjesë sepse janë dëshpërimisht të moshuar dhe nuk mund të largohen më as gjikundi, dhe një pjesë tjetër sepse ka vendosur me gjak të kapet me thonj dhe të vazhdoj betejën këtu. E her pas here të pres edhe pështyma nga Australia, nga Kanadaja, nga Amerika, Londra dhe Britania, se ju që po rrini atje në Tiranë, jeni të gjithë të qelbur, jeni të gjithë një lloj dhe se shpëtimin mund ta bëjmë vetëm ne që jemi këtu. Kjo nuk është e vërtetë. Është një absolutizëm i cili na vret të gjithëve me thikën e ftohtë të relativizimit. Ndërsa në Budapest rënja e komunizmit, miq të dashur, erdhi dhe solli në skenë si njerëz si Joseph Antal, që kishin vuajtur burgjeve të komunizmit, në Tiranë, ndryshimin e udhëhoqi sekretari i partisë së spitalit të Enver Hoxhës këtu në Tiranë. Hungaria bëri dekomunistizimin e elitave politike. Zarët e Ramës dhe Berishës e kam këtë mesazh. Hungaria bëri dekomunistizimin e elitës politike në Hungari, ndërsa Shqipëria bëri riciklimin e saj nëpërmjet një operacioni të mirë kontrolluar 34 vjeçar, të cilit avokatët ja bëjnë avokatin zarët e Ramës dhe Caliut sot. Herë si zar dhe ushtar direkt dhe herë duke përdorur armën e relativizimit. Shqipëria bëri riciklimin e figurave. Berisha instaloi autoritarizmin me fytyrë demokratike, ndërsa Edi Rama kontrolloi gjithçka me dorë të hekur tek sekti i rilindjes për të krijuar binomin e pathyeshëm Rama-Berisha, i cili i mban sot shqiptarët në frikën e ardhjes së rikthimit të Berishës nëse ikën Rama dhe në frikën e gogolit Rama nëse vazhdon të qëndrojnë pushtet dhe nuk lejon të kthehet Berisha, sepse alternativa të tjera nuk ka. Ata nuk ndërtuan institucione, as Rama, as Berisha.
ndërtuan një strukturë paralele ku bindja ndaj liderit vlente më shumë se çdo ligj në Shqipëri. Dhe kjo ishte ajo që ndodhi për 34 vite. Viti 1992 ishte tradhtia e parë kombëtare ndërsa vëllezërit tanë në Kosovë masakroheshin nga makineria vrasëse e Slobodan Miloševićit dhe embargoja e Serbisë ishte prerë nafta shqiptare rridh të lum nga Tirana në drejtim të makinerisë vrasëse të luftës së Miloševićit. Dhe kjo ndodhi me bekimin e pushtetit të kohës në Tiranë, i cili furnizoi tanket serbe me energji dhe karburant. Imagjinoni, makineria vrasëse e Kosovës furnizohej aso kohë me naftën e Tiranës. Dhe ky ishte patriotizmi i parë i elitave politike, të cilët erdhën në krye të proceseve demokratike aso kohë. Kjo nuk ka ndodhur në Hungari, miq të dashur. Biznes me gjakun e shqiptarëve për të mbajtur dhe për të ruajtur karrigën në Tiranë, sepse dihet qartë që për të ruajtur dhe për të krijuar dhe për të strukturuar arkitekturën e pushtetit në Tiranë duhen leje minimalisht nga Beogradi dhe maksimalisht nga Beogradi dhe nga Athina. Viktor Orban, njeriu i cili ka të gjitha mëkatet e tij, me të gjitha mëkatet e tij ishte njeriu tek shteti i cilit ne të paktën kur u bë plandemia e madhe e mashtrimit në vitet 2000 me koronaviruset dhe me mashtrimet e tjera të mëdha, Hungaria dhe Budapesti ishte i vetmi vend ku ne mund të merrnim avionin dhe ku unë kam shkuar 4 herë për të thyer embargon e mashtrimit të madh të pandemisë, dhe ishte i vetmi vend ku unë shkoja me kënaqësi, ishte Budapesti, sepse ishte i vetmi vend në Europë ku unë mund të shkoja pa treguar certifikatën e vaksinimit. Me të gjitha mëkatet e tij, Viktor Orbani kishte një vizion për kombin hungarez, ndërsa Berisha, homologu i hungarezit Viktor Orban në Tiranë, pretenduesi i urbanizmit shqiptar, nuk ishte kurrë i djathtë dhe nuk u bë kurrë i djathtë. Sepse ndërkohë që sovranisti Viktor Orban doli dhe sulmoi hapur agjendat neoliberale të vaksinimit dhe të pandemisë dhe ruajti kodet e familjes, Berisha strukej në kohën e hallit të madh dhe bënte vetëm ndonjë deklaratë të fshehur për detyrimin e vaksinimit dhe shkonte merrte fotografi me përfaqësuesit e ngjyrave të atyre që kanë agjendat, përfaqësojnë agjendat woke këtu në Shqipëri. Dilte në fotografi krenar me përfaqësuesit e agjendave woke, të cilat shkatërrojnë dhe kanë në themelët e tyre shkatërimin e familjes të kombit identitetit dhe të identitetit ton kulturor shqiptar. Sepse homologu i Viktor Orbanit në Tiranë, mjeku i spitalit PPSH Sali Berisha, kishte vetëm një vizion, dhe ai ishte pushteti i tij. Elitat politike të Tiranës, Rama, Berisha, që t'ju tregoj, dhe nëse më pyesni se pse po merresh me Berishën, do të merrem me të gjithë, duroni dhe pak. Me të gjithë do të merrem, duroni dhe pak, por po merrem me Berishën sepse ai presupozohet të jetë homologu sovranist i djathtë këtu i Orbanit në Tiranë. Ju tregoj se si është teatri i kukullave në Tiranë që prodhoi Partia e Punës së Shqipërisë në 1991. Për të ardhur tek nata e zezë e 1997-s dhe tek teatri i ndryshimit, nata e 2 marsit 1997, kjo datë e zezë në historinë e kombit, ku Shqipëria po digjej e gjitha në flak, skemat piramidale kishin glabruar djersën e një populli,
dhe pushteti i kohës shpalli gjendjen e jashtëzakonshme, tanket greke hynin në jug të Shqipërisë për të marrë jugun e Shqipërisë, ndërkohë që Tansu Çiller bërtiste nga Ankaraja ndalun i ktheuni mbrapsh, sepse nuk pushtohet jugu i Shqipërisë. Shqipëria në flak në luftë civile për arsye të grabitjes. Vendi ishte në prag të një lufte civile, e cila po hante të njomin me të thatin, jeshilin me të verdhin. Dhe me njëherë na shfaqet në lojë prestigiatori politik i kohës Fatos Nano. Dhe këtu ndahet historia, miq. Erdhi Fatos Nano për të bërë mashtrimin e radhës dhe për të thënë shqiptarëve që do t'ju akthejë të gjitha parat. Doli nga burgu i Bënshës gjoja nga Tebelena si armik i Sali Berishës, por në fakt ishin dy lojtarët e një sistemi, rolet e cilëve i ndau Ramiz Alia në 1990. Dhe ky është krahasimi me Hungarinë. Hungarezët në vitin 1956 u ngritën kundër tankeve sovjetike për liri kombëtare. Shqiptarët në 97 u ngritën dhe hëngrën kokat e njëri tjetrit për lekët e humbura tek piramidat e pushtetit kohës, tek zuzarët që i kanë fshehur paratë e tyre në ishujt Faroe, në Delaware, në Zvicër, Liechtenstein, Çipro dhe Beirut. Ky ishte dështim moral i shoqërisë tonë dhe i klasës anti-shqiptare politike, e cila u dhamën e klasës politike shqiptare dhe shoqërisë shqiptare, e cila me kulturën e saj të dobët i dha pushtet dhe i dha mundësin këtyre monstrave politike të na thonin ne shqiptarve, ju nuk jeni në gjendje të vetë qeveriseni, duhemi ne, ju jeni popull dele, ju jeni popull idiot, ju jeni popull i mbaruar, ju nuk jeni popull aristokrat, ju nuk jeni popull që keni traditë revolucionare si që janë hungarezët dhe europianët, ju jeni katundar, ju jeni ignorant, pashkolluar, njerëz kot, dhe nuk keni asnjë shans. Të mos na dorëzoheni ne jemi elita tuaja aristokratike. Njëri nga Vuçidoli i Tropojës, dhe është krenari Tropoja, dhe tjetri ndërmjet nipit të Spiro Kolekës, djali i Kristaqe Ramës, i ri me nostalgji të thella bloku, i cili në rinin e tij me halucinacionet e mëdha dilte tek balkoni dhe i godiste kalimtarët e lagjës së tij në Myslimshyr dhe atje ku kalonte duke u urinuar mbi kokë. Sepse kishte probleme e psiqikën. Kartat i ka Mero Baze, ortaku i tij sot. Aty lindi dhe doli me njëherë Ilir Meta, i burgosur i sot Ilir Meta. Produkti i freskët i zyrave të rinisë socialiste, i cili kuptoi së pari se në Shqipëri pushteti nuk ishte shërbim, por aksionari, ishte SHPK-ri, aksionari politike, dhe zarët e tij vjedhin vrerë sot dhe thurin lavde nëpër internet nga mëngjesi deri në darkë. Rama aso kohë ishte ende në Paris, poshtë urave të Parisit, duke lyer thonjt me bojra arti e pikturash, duke pritur që Thika e Nanos t'i bënte vend në Ministrinë e Kulturës. Atëherë, kur shërbimet rajonale anti-shqiptare shkuan dhe nuk e di kërkush përveç Zotit dhe francezëve se si i mbyllën dosjet e hajdutërisë e ikonave në Paris dhe si u mbyll dosja e burgosjes tim në Francë, për të kthyer ministër rrufeshëm në Shqipëri dhe për të projektuar më pas pushtetin gjakatar kundër një populli që po jep shpirt. Shqipëria u shndërrua në një tavolinë bixhozi ku 4 lojtarë luanin me fatet tona: Berisha, Nano, Meta, Rama i ri. Ata krijuan kultin e katërshes që e kontrollojnë edhe sot, brenda burgut dhe jashtë burgut, me një lojtar të ri në burg që është Erion Veliaj, që del net dhe fshehtas nga burgu
dhe flet dhe bën takime sekrete bashkë me Ilir Metën. Ishte rrethi i mbyllur i Bixhozit 4 dhe 5, ku paraja, fondet, tenderat qarkullonin vetëm nëpërmjet tyre. Ky ishte pakti i gjakut që erdhi më vonë me kodin zgjedhor të 2008-s. Ky është momenti ku vulos vdekja e pluralizmit politik në Shqipëri. 21 prill 2008 në Tiranë, një natë e zezë që duhet shpallet zi kombëtare, ndërsa populli mendonte se kishte zgjedhur 2 tabore të ndryshme. 2 njerëz mbyllën dyert e zyrës tyre. Sali Berisha dhe Edi Rama bashkuan lapsat mbi një hartë dhe caktuan ditën e vdekjes së këtij populli pluralisht. Ditën e vdekjes së demokracisë, shkruajtën, nxorrën, prodhuan certifikatën, fletën e varrimit të proceseve demokratike në Shqipëri. Dallimi mes Shqipërisë dhe Hungarisë është tmerrues. Viktor Orbani ndryshoi kushtetutën në Hungari për të forcuar partinë e tij kundër opozitës. Po ndodhi. Por në Shqipëri, Rama dhe Berisha, mazhoranca dhe opozita e ndryshuan kushtetutën bashkë për të vrarë popullin shqiptar, dhe kjo ishte ndryshimi mes këtyre dhe Orbanit, që nuk e thon zarët e Edi Ramës as zarët e Sali Berishës nëpër portale, rrjete sociale dhe Facebook. Nuk luftuan njëri tjetrin Rama dhe Berisha kur. Ata bën një kartel politik që i mban frymën shqiptarëve sot. Dhe askush nuk ka fuqi t'i refuzoj apo ta thyej me grushtin e zemratës murin e betonit që prodhoi Partia e Punës Shqipërisë. Erdhëm tek vrasja e listave. Kryetari, lideri është ai që zgjedh deputetin. Kryetari e zgjedh besnikun e tij. Ky është mekanizmi që asgjëson Peter Magyarat shqiptar që në embrion, që në mitër, që në vezë, si do t'ja bëjmë ne. Prandaj edhe unë jam 13 vite në betejë dhe ngela në YouTube, ngela në Facebook, sepse na kanë ekzekutuar, ndërsa populli që pret dhe shikon se kur do të vinë na takojnë ambasadorët, sepse populli beson ende se ambasadat dhe ambasadorët prodhojnë politikën në Shqipëri. Edi Rama dhe Sali Berisha vranë rivalitetin në Shqipëri. Askush nuk mund të hyjë në parlament pa lejen e tyre dhe pa thyer një barrierë që vetëm partitë e tyre e kishin. Ky ishte momenti kur Shqipëria u kthye në një SHPK. Ata vendosën që ky vend nuk do të kishte më kurrë rotacion, por vetëm një shkëmbim qeraje të pushtetit ndërmjet 4 bixhozhie që na drejtoi dhe na shkatërroi historinë e kombit për 34 vjet, na çoi për skrap ne si shoqëri dhe Shqipërinë si komb. Dhe më pas erdhi llaçi i krimit, oligarkët hajdut, kush Fatorino e kush shofer erdhi u bë miliarder. Po si mbahet ky mur betoni Rama Berisha? Me para të kujt, të oligarkisë, të krimit organizuar dhe të karteleve të drogës që gëzojnë mbështetjen e tyre. Krahasimi me sistemin Lorinc Mezaros të Orbanit në Hungari, Orbani krijoi një klasë oligarkësh besnike për të kundërshtuar kapitalin e huaj. Në Shqipëri, Edi Rama dhe Sali Berisha krijuan një klasë oligarkësh që janë mbi ligjin, mbi shtetin dhe mbi vetë partitë. Dhe qeshin zarët dhe zuzarët që relativizojnë ose që mbrojnë për të mbajtur shqiptarët në thundrën e poshtrimit, sepse janë të gjithë bashkë. Oligarkët tanë nuk janë biznesmen. Ata janë arkëtarët e sistemit bipolar Rama Berisha. I rriti Berisha, i mori Rama dhe tani mbajnë edhe Ramën dhe Berishën. Emrat i dini. Aleksandr Frangaj i Fevziut është tipiku
që e rriti Berisha e bëri miliarder, tashmë punon me Ramën dhe mban një dorë ke Rama, një dorë tek Berisha me fevziun e tij të opinionit. Një lloj siç bën dhe Vjollca e Top Channel-it me gridën që e mori nga Saliu dhe e futi tek Top Channel-i i qeverisë. Janë të gjithë bashkë. Oligarkët nuk kishin kohë të ishin aristokratë, sepse nuk u shkolluan dot. Financojnë sot ata fushatat e Ramës, përmbajnë dhe 30% në infuzion edhe për opozitën e Berishës. Pse e bëjnë këtë? Ja ta them unë tani. Sepse oligarkët kanë nevojë që teatri të vazhdojë, oligarkët kanë nevojë që të ruhet kjo status quo dhe të vazhdojnë të rrisin miliardat e tyre. Edhe pse nuk ishin aristokrat dhe të shkolluar në Oxford, apo në LCA, apo në Harvard, në La Sapienza. Ata pastrojnë paratë e politikës dhe janë urtakët e tyre në kullat e Tiranës, në Bregdet, në resorte, ndërsa Rama u jep leje dhe Berisha bën sikur proteston, por asnjëherë nuk e godet Berisha kur brumin e vërtet të atyre parave që e mbajnë Ramën në këmbë. Dhe ky është llaçi i zi i betonit Rama Berisha, llaçi i zi i oligarkisë. Pa parat e tyre, sistemi do të shëmbej. Në Hungari, parat e oligarkisë shkojnë në projekte që të paktën lën një rrugë apo një stadium. Në Shqipëri, parat e oligarkisë shkojnë në blerjen e votës, blerjen e të gjitha mediave dhe portaleve dhe blerjen e heshtjes së ndërkombëtarëve që vinë këtu dhe shesin për radha me liri dhe me demokraci. Qa bën e plako? Ndërkombëtar, mirë, e hëngrët drekën sot. Ku e hëngrët sot? Karkaleca apo biftek? Verë të kuqe apo verë të bardhë? Rakis krapari apo lall? Tav Elbasani apo krap Shkodre? Ndërkombëtar. Dhe këtu vim të hipokrizia e ndërkombëtarëve që një pjesë e mbështetësve tanë dhe e popullit pretin të na takojnë ne që të rrezojmë Ramën dhe Berishën. Siç takoi Lapajn, Shehan, Qorrin dhe ata tjetrin, komunistët e tyre, pjellët e sistemit. Këtu hyn loja e ndërkombëtarëve dhe hipokrizia e ndërkombëtarëve. Ku ishin ndërkombëtarët 34 vite? Ku qëndron pa fytyrësia më e madhe, rrena më e madhe, ndërsa në Budapest, Brukseli dhe Washingtoni bërtasin çdo ditë për vlerat demokratike. Në Tiranë, Brukseli dhe Washingtoni kanë ushqyer status quo për 34 vjet. Ambasador që shkojnë e vinë, kush vje pa para dhe ikin nga këtu milioner. Shqiptarët i din të gjitha. Dhe ne na ka ardhur këtu në majtë hundës, ne nuk do të heshtim më. Ambasadorët në Tiranë janë bërë pajtuesit e gjakrave. Preferojnë dy autokratë si Rama dhe Berisha, të cilët u binden urdhrave të tyre, ose shkojnë i bëjnë fresk zarve që prodhon Rama dhe Berisha. Dhe refuzojnë ndërkombëtarët një popull që meriton të jetojë lirë. Po, këta ndërkombëtarët janë ata që ushqyen regjimin me dy koka Rama Berisha, duke luajtur dhe duke kërkuar stabilitet. Ndërkombëtarët nuk folën për 2008-ën. Ata e dinin shumë mirë edhe Gërdecin, e dinin edhe 97-ën, i dinin të gjitha krimet që janë bërë kundër këtij populli. Po, e dinin ndërkombëtarët edhe për inceneratorët. Shqipëria për ta është thjesht një ishull që nuk duhet bëj zhurmë. Ata kanë legjitimuar çdo thik që na është ngulur ne popullit shqiptar pas shpine, duke folur, duke pirë verë mish e peshk, duke ngrënë mish e peshk, duke folur për reformë. Tradhtia në Shqipëri ka qenë strategji dhe thika më e madhe është bërë ndaj Kosovës. Tradhtia ndaj kombit është bërë pika kur Rama dhe Berisha bëhen gjithmonë bashkë. Dhe gjatë gjithë këtyre viteve kanë qenë bashkë. Ishte epoka e Ballkanit të hapur ku Edi Rama ulet në tavolinë me Vučićin, nxënësin më dashur të Miloševićit, duke anashkaluar Prishtinën.
një thik pas shpine për Albin Kurtin dhe për Prishtinën, ndërsa Orbani lufton për interesat e hungarezve kudo që janë, Rama lufton kundër interesave të shqiptarëve dhe të Kosovës për të dukur lider rajonal seksi. Dhe mos e harroni Berishën, ai i cili ka dhe mëkatet e veta në raport me Miloševićin 92-shin dhe për naftë. Harrojni, patriotizmat e Facebookut janë të dy një lloj. E kanë përdorur kauzën kombëtare si një monedhë këmbimi për bigjozin e tyre. Sa herë që u dridhen karriget në Tiranë, Ramës dhe Berishës, ata kujtohen për Kosovën, ose për të simuluar sulmuar vëllezërit tanë, ose për të sulmuar, ose për të përdorur për vota. Dhe ky është krimi më i madh. Të bësh pazar me gjakun e dëshmorëve që ka rënë për Shqipëri e për Kosovë për nevojat të mbijetesës tënde politike. Dhe më pas erdhi trauma e madhe, shpopullimi i madh. Shqipëria pa shqiptar, ky është projekti i Ferrit. Po largohen të gjithë. Në Hungari shteti bën politika agresive pro familjes për të mbajtur kombin gjallë. Në Shqipëri shefi i opozitës sovraniste konservatore takoi me Kristi Pinderin, që kishte vlera të tjera për familjen, kombin dhe ekzistencën familjare. Rama, Berisha punuan të dy për shpopullimin. Ai që ikën nuk proteston. Ikën njerëzit sepse e pan se protesta nuk ishte vlerë. Ai që ikën le pas nga Shqipëria, pra. Ai që ikën nga Shqipëria le pas një të varur, një të moshuar, një të varfër, i cili e shet votën për një thesmia. Ata të dy ndojnë mbi këtë kadavër. Ky është halli i madh. Shqipëria sot është një resort turistik për miqtë e tyre ndërkombëtar dhe pastrim parash për oligarkët dhe për kartelet e drogës. Shqipëria dhe shqiptarët sot janë kamarier në përbot. Ky nuk është aksident, vëllezër dhe motra shqiptar, ky është projekt. Është projekti i një populli të arratisur, i cili nuk ka fuqi të ngrihet në nivelin e popullit hungarez. Kjo është e vërteta të cilën zarët e internetit nuk ju lejojnë të shihni. Pra, kur të dëgjoni për rënien e Viktor Orbanit, mos u gënjeni, miq. Orbani i tyre ra sepse sistemi, se populli që kishte mbetur kishte dinjitet. Viktori ynë këtu ka 2 koka dhe 1000 halle të hapura dhe 1000 mekanizma për të kapur dhe për kontrolluar çdo qelizë të sistemit të ushqyer nga oligarkia dhe nga krimi. Dhe pyetja që mbetet për ju, vëllezër dhe motra shqiptar, është deri kur do të jeni spektator të vdekjes tuaj? Rama dhe Berisha ju vran prej 91-shit, ju dogjën 97-ën, ju varrosën 2008-ën dhe po ju dëbojnë sot nga dheu. Ata nuk do të ikin me dëshirë, as Rama, as Berisha. Ata nuk do të dorëzohen. A ka mbetur më shqiptar në këtë vend që ka guximin të vras politikisht etrit e mallkuar politik, apo do të mbytemi ky popull cop e çik që krenohet me Skënderbeu, ndërsa jeton në këmbët e 2 mbetjeve të Partisë Punës Shqipërisë? Nëse nuk zgjohemi sot, Shqipëria e vitit 2050 do të jetë thjesht një kujtim, një relik. Ora po kërkon kohën e duhur. Kur do të jetë mjaft për ju shqiptar? Bëhuni gati. Zgjim ose varrim, dhe tani është mesazhi im për ju. Viktorët tanë të Tiranës, ju që mendoni se keni bler përjetësinë me paratë e oligarkëve tuaj dhe me listat e mbyllura të 2008-s, mbajeni shënim këtë mesazh. Ju jeni thjesht ca kadavra politike që mbahen në këmbë nga frika jonë. Jeni ata personazhet e cirkut që bëjnë sikur luftojnë me shpata prej druri, ti Ram dhe ti Berish. Në skenë, ndërsa në prapa skenë ndani të njëjtën tepsi të qelbur baklavaje që e keni vjedhur nga shqiptarët. Edi Rama që e shet veten si global leader, ndërsa Shqipërinë e ka kthyer në një çiftlig ku vetëm boja e fasadave shkëlqen mbi kalbësirën dhe kërmën. Dhe Sali Berisha që bërtet o sot o kur prej 3 dekadash, ndërsa kurrja e tij
është bërë fati i zi i këtij populli. Ju, Ram dhe Berish, jeni një çift i lumtur në tragjedin tonë. Jeni si ato martesat e vjetra komuniste, urreheni në sytë e botës, por nuk bëni dot pa njëri tjetrin, sepse e dini që pora njëri tjetri do të mbetet jetim politik. Jeni dy parazit që e keni thithur gjakun e këtij kombi deri në anemi dhe prap keni fytyrë të rathoni se jeni shpresa e vetme e Shqipërisë. Sarkazma më e madhe e historisë është se ju ende besoni se jeni të pazëvendësueshëm. Jo, zotëri, ju jeni thjesht të pahequr, sepse keni vrarë çdo mekanizëm pastrimi si një virus që ka bllokuar sistemin imunitar të një kombi të tërë. Dhe tani, rekomandimi im shpirtëror për çdo popull, për çdo shqiptar që është duke më dëgjuar. Mjaft pritet Peter Majgarin. Ai nuk vjen nga Budapesti, as nga Brukseli, as nga Washingtoni, as nga zyrat e ambasadave dhe të ambasadorëve që han dreka me xhelatët tuaj. Majgari shqiptar nuk është njëri. Është një moment. Është momenti kur ju do të kuptoni se këta dy gjigant prej kartoni që ndrojnë në këmbë vetëm sepse ju jeni në gjunjë. Optimizmi im? Po. Shqipëria nuk po vdes. Shqipëria sot po pastrohet nga iluzionet. Ne jemi në pikën më të errët të natës dhe historia na mëson se pikërisht atëherë fillon të zbardhet agimi. Ne kemi një rini që po e sheh botën, që po kupton se liria nuk është dhuratë, por është luftë. Ne kemi një diasporë që nuk është thjesht thas me para, por mendje që nuk blihen dot nga patronazhistët e sistemit kalgur Rama Berisha. Rekomandimi im për ju vëllezër dhe motra shqiptarë, sfidoni sistemin në çdo qeliz. Mos votoni më për të keqen më të vogël, siç ju thonë, sepse e keqja më e vogël nuk ekziston. E keqja më e vogël thjesht të po ju çon tek një ferm më i madh. Krijoni celula rezistence, jepini fund teatrit të tyre dhe mbi të gjitha mos u largoni nga Shqipëria. Të ikësh është ajo që duan ata, të qëndrosh dhe t'u tregosh atyre se ky vend nuk është i tyre, është sot akti më i lartë i patriotizmit. Shqipëria ka mbijetuar qindra viteve pushtim, ka mbijetuar 50 vjet izolimit hoxhist dhe do t'i mbjetoj dhe këtyre dy hijeve të skaluars. Optimizmi im buron nga fakti se koha e tyre ka mbaruar biologjikisht dhe historikisht. Ata janë e djeshmja që po dekompozohet, ju jeni e nesërmja që po lind. Ne jemi e nesërmja që po lind. Ngrihuni shkundin i pluhurin e 2008-ës dhe merrini mbrapsht në shtëpinë tuaj, sepse kur shqiptari vendos të bëhet zot i fatit vet, nuk ka as viktor, e as sultan dhe as pak gjaku që e ndal. Ne kemi shporur lloj perandorish, ora po shënon kohën e duhur. Vëllezër dhe motra shqiptar, luftuat kundër perandorive më të mëdha të kohës dhe i mbijetuat. Sot është koha t'i mbjetojmë dy hijeve të zeza të pneumonisë komuniste, Edi Rama dhe Sali Berisha, të cilët e mbajnë popullin të karikuar në teatrin e kuklave të fitores Orbanit dhe të humbjes së tij. Roft Shqipëria, roft populli shqiptar, Shqipëria e shqiptarëve, vdekje tradhtar.